Falenderojmë Allahun te bareke ve teala, paqja dhe mëshira Allahu xhelle ve ala të gjitha qofshin për zotëriun ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Lagni gjuhët e juaja vllazë me salate dhe selame për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. O ju vëllezër, një prej ajeteve madhështore të Allahut te bareke ve teala, të cilat u recitohen në namaz në rekatin e parë, Allahu te bareke ve teala i rekomandon robërit e tij që t'i lagin gjuhët vazhdimisht me përkujtimin e Zotit xhelle ve ala. Dhe fitimtar në fillim edhe në fund jemi ne, o ju vëllazë. Nga se Allahu te bareke ve teala nuk ka nevojë për përkujtimin ton. Allahu te bareke ve teala nuk ka nevojë për namazin ton. Allahu xhelle ve ala nuk është nevojtar për zekatin ton. Hasha vallahi, ai Zoti i madh xhelle ve ala të ketë nevojë për krijesat e tij. Ai nuk ka nevojë për qiejt edhe tokën. Ai xhelle ve ala nuk ka nevojë edhe për arshin e tij subhanahu wa taala. Gjithë krijesat kanë nevojë për atë. Ai nuk ka nevojë për askënd. Megjithatë e thërret këtë njeri, këtë krijesë të varfër, të dobët, të ngratë dhe të shkëtë dhe i thotë: "Fadhkuruni adhkurkum", më kujtoni mua që unë t'ju kujtoj ju. O ju vllazë dhe mi, kush jemi ne që ta kujtojmë Allahun subhanahu wa taala? Po kush jemi ne që Allahu te bareke wa taala të na kujton ne në mexheliset e tij të larta? Andaj një prej ibadete dhe adhurime më të mëdha, më me vlerë që ne i ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me të cilën ne afrohemi tek Allahu xhelle wala, t'i lagim gjuhët tona me përkujtimin e Allahut azza wa jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "A dëshironi t'ju tregoj për veprën më të dashur tek mbreti juaj? Më e mirë se sa ta jepni pasurinë më të shtrenjtë që e posedoni. Vepër e cila është më e mirë se sa një njeri i cili del me pasurinë dhe veten e tij dhe lufton në rrugt të Allahut azza wa jall dhe nuk kthehet më ke familja." I thon: "Po ja Rasulullah." Imagjinoni vepra më e dashur tek Allahu xhelle wala. Vepër e cila është më e madhe tek Allahu se sa dhënia e pasurisë më të shtrenjtë që e posedon njeriu. Vepër e cila është më e madhe se sa njeriu ta jep jetën dhe pasurinë në rrugt të Allahu xhelle wala, në luftë, në xihad. Thon: "Po ja Rasulullah." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Dhikrullahi te bareke ve teala", të përkujtimi i Zotit xhelle wala. Ta përmendish Allahun subhanahu wa taala. Nga se shenja më e madhe që njeriu e tregon dashurinë ndaj dikujt është kur e përmendën. Kur dikush e don dikën, vazhdimisht e përkujton atë, e mendon atë. E ajo që më së shumti duhet që ta don çdo njeri prej nesh është i madhi Allah subhanahu wa taala. Pra në këtë ajet Allahu xhelle wala na thret: "Fadhkuruni", më kujtoni mua. Për formave që ne e kujtojmë Allahun azza wa jalla, është forma më e madhe, ju vëllazë, është namazi. Allahu xhelle xhelalu për këtë namaz thot: "Wa aqimis salata li dhikri", çohuni në namaz, se ju me namaz më kujtoni mua. Allahu xhelle wala pra me këtë ajet ju drejton Musës alayhi salatu wassalam, i cili pasi kishte takimin e parë me Allahu xhelle wala, dhe pas asaj këndshëm është biseda me Allahu xhelle wala, sikur i tha Allahut: "Ja Rabbi, po kur të ndahemi prej këtij takimi, ku të gjej ja Rabbi? Si të bisedoj me ty?" Allahu xhelle wala i tha: "Wa aqimis salata li dhikri", çohu në namaz, se aty do të më gjesh mua. Aty do të jesh në bisedë me mua. Allahu akbar. Allahu xhelle wala në ajetin tjetër thot për namazin: "Wala dhikrullahi akbar", dhe esenca më e madhe e namazit është se aty ne e përkujtojmë Allahun subhanahu wa taala. Andaj ju vëllazën, e pse falemi? Që ta kujtojmë Zotin xhelle wala, që ta përmendim atë te bareke wa taala. Dhe forma më e mirë se si robi e përmendën Allahun xhelle wala nëpërmjet fjalës të Allahut subhanahu wa taala. Andaj gjëja më e madhe në namaz është: "Elhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin". Pas aminit recitojmë ajetet e bukura të madhit Zot xhelle wala. I dëgjojmë ajetet e Rahmanit te bareke wa taala, pra ne e kujtojmë Allahun me fjalën e Allahut. Rregulli sheriatik thot: dhe forma më e mirë për t'u afruar tek Allahu është nëpërmjet fjalës të Allahut subhanahu wa taala. Dhe pas asaj, ju vëllezër e mi, vin forma të ndryshme të dhikrit dhe përkujtimit, siç është në ruku, subhana rabbiyal azim, siç është në sejdë, subhana rabbiyal a'la, i lartësuar qoftë Zoti i lartë.
E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ma afër që robi është me Zotin e tij është në sejdë, fa akthiru du'a, andaj shtoni lutjet. Për formave të dhikrit o ju vëllezër, përkujtomni që unë t'ju përkujtoj ju është duaja dhe lutja. Që ndoshta vallahi billahi shumica prej nesh e neglizhon këtë ibadet dhe këtë adhurim të madh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ndaleshte duke bërë duaje dhe lutje, duke i kërkuar Allahu xhallahu ala kërkesa në sejdë, saqë zgjatë sejdën alaihi salatu wasallam, thot Aisha radhiyallahu anha, në një natë prej netëve nuk e gjeta në shtrat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur hira thot në xhaminë e Rasulullahit, e pash të dërguarin e Allahut në sejdë, ja preka thembrat dhe luteshte vazhdimisht. O rrotulluesi zemrave, ma rrotullo, ma përforco zemrën time në fen tënd alaihi salatu wasallam. Pra duaja ju vëllezërit e mi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, huwa al-ibada, ajo është esenca e ibadetit dhe adhurimit, lutja, duaja. Aty robi e tregon fukarallokun për Zotin e Madh, njeriu kur ka nevojë për dikën që ti kërkon, kjo tregon se unë jam nevojtar për ty ja Rabbel Alamin. Gjithashtu dietarët kanë thënë ju vëllezër, për formave se si ta përkujtojmë Allahun xhallahu ala është edhe me të gjitha ibadetet dhe adhurimet e tjera. Edhe respekti prindërve që bëhet për hatër të Allahut është ibadet dhe adhurim, dhe nëpërmjet asaj ne e kujtojmë Allahun. Edhe agjërimi, edhe zeqati, edhe haxhi, esenca e haxhit pse është ju vëllezër? Në 5 ajete në surën Bekare, kur Allahu xhelle xhelalu flet për haxhin, 5 herë e përmendën përkujtimin e Allahut. Esenca e gjujtjes të gurëve në xhemerat është përmendja e Allahut. Esenca e qëndrimit në Arafat është përmendja e Allahut. Esenca e qëndrimit në Muzdelife është përmendja e Allahut. Esenca e qëndrimit në Mina në kohën e haxhit është përmendja e Allahut xhallahu ala. Ne o ju vëllezër edhe për këtë jemi kriju, që vazhdimisht ta kujtojmë Zotin ton të Madh te bareke ve teala. Pas asaj Allahu xhallahu ala në ajetin që e lexova në namaz tha, kujtomeni që unë t'ju kujtoj ju, falemderoni dhe mos më mohoni. La ilaha illallah. Shme çfarë formë e butësisë, e modestisë, i lartësuar qoftë ai Zoti i Madh te bareke ve teala që ai ka kudretin dhe fuqinë shumë të madhe. Washkuruli wala takfurun. Aman be falemderoni, mos më mohoni. Se mohimi ju kthehet ju, falemderimi përsëri ju kthehet ju. Unë nuk jem nevojtar, pra ai nuk është nevojtar për falenderim te bareke ve teala. Elusë Allahun xhallahu ala që na e bën gjuhët tona të lagura vazhdimisht me përkujtimin e tij subhanahu wa taala. La ilaha illallah, në fillim la ilaha illallah në mbarim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot afdalu dhikri la ilaha illallah, përkujtimi më i mirë që i bëhet Zotit i bëhet me fjalën la ilaha illallah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.